Gjykata administrative e apelit në Tiranë në cilësinë e kolegjit zgjedhor ka vendosur të pushojë ankimimin e paraqitur nga Ilir Ali Mehmeti, kandidati i Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, lidhur me rezultatin e zgjedhjeve në qarkun Tiranë dhe vendimet përkatëse të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në vendimin e gjykatës, theksohet se kandidatët nuk kanë të drejtë të ankimojnë individualisht vendimet e KQZ-s apo të kërkojnë rinumërim votash, përsa kohë që nuk janë subjekt zgjedhor. Sipas ligjit, e vetmja që ka të drejtë të paraqesë ankimime të tilla është partia politike ose koalicioni që ka paraqitur kandidatin. Përrjedhoi, gjykata vendosi pushimin e çështjes, duke e konsideruar padin të paraqitur nga një subjekt i paligjshëm. Për të ushtruar këtë të drejtë, kolegji zgjedhor do të shërtonte sot më 12 qershor ankimimin e Ilir Ali Mehmetit, kandidatit të Partisë Demokratike i cili kërkon rinumërim ose rivlerësim të votave në të gjitha KZ-t e qarkut Tiranë. Trupi gjykuesi i kolegjit zgjedhor gjyqësor, që do të shërtonte ankimin, përbëhet nga gjyqtarët Entela Shedula, relatore Artan Çupi, Recep Bekteshi, Ornela Anaqellari, Enkel Peza.